Një këngë që nuk do ta këndosh kurr, cila është ajo? Kam shumë këngë që si kisha këndu kurr. A në ma thuj një? Po llogarit. Une Mos e thuj me emën, po të përgjithshme, kështu një ku e di. du me full në këtë pjesën që jo ma shumë edhe këngëtar që merren me dasma, me nejat ndryshme. Po mbrojnë shumë në vesh disa këngë që po kënuhen në për ambiente familjare. Për shembull me një dasëm nuk kënuhet për shembull kënga qysh me shku sonte te shtëpia, tonë këto loçka, tonë këto bija, unë nuk... Okej, si përshtë. Nuk kam asgjë kundër personit që ka kënu këngën. Jo, po, s'është vendi. Kam kundër vendit. Do të me zgjedh ambientin për me kënu atë këngë. Si pas vendit e kuvendit. Faleminderit shumë që u përgjigje. A ka një këngë që të bën të qash? Po. Cila është ajo? Ka marrë malli për nanën time, ju o shokët e mi, se m'ka rrit me shumë mundime, veç ta shoh me sy. Qaj moj zemër mos pusho, digju shpiritim, dite nat po tretëm vaj, s'ka njeri o halin t'ma qaj zemër moj. Pse? Une, për fatë mirë, edhe dy prendi kam gjallë, edhe nonën edhe babin, po jam konë shumë i letë me gjyshet që kom posë në shtëpi, me mamin e babit e. Kështu që so herë që ndëgjoj specifikisht këtë këngë, po edhe këngë që kanë të bëj me nonën, mu më kujtohet gjithmonë gjyshja ime. Nona jem më ka lindë, po mu gjyshja jem më ka rrit. Edhe pse e kom posë nonën në shtëpi, e kom posë një afërsi edhe një lidhje shumë të furt me gjyshen. Sa që prej kur jëm bo me ditë kështu vetëm pak, i kom posë dikon 5-6 vjetë, unë nuk kom shkuar të dojtë e me flenjt me nonën tem, mos me lonë gjyshen vetë. Faleminderit shumë, Dirikzon. Një këngë që ta kujton fëmirin, cila është? Një këngë që më kujton fëmirin. Shumë njerëz më thujnë që ne jemi tanë edhe këndonë si një modhi Ramadan Krasniqi Doni.